Aktoria e njohur turke, Melisa Asli Pamuk, ka folur hapur për jetën e saj familjare dhe marrëdhënien me bashkëshortin e saj, futbollistin Yusuf Yazici. Pas martesës së tyre në një ceremoni të thjeshtë të zhvilluar në Paris gjatë vitit 2024, çifti u bën prindër për herë të parë në 29 janar 2025, kur erdhi në jetë djali i tyre Majlan, që nga ajo kohë Melisa ka bërë një pushim nga karriera e aktrimit për të përkushtuar familjes dhe rritjes së djalit. Së fundmi, e ftuar në një program në YouTube, aktoria ndau mendimet e saj për besimin dhe kufin në një marrëdhënie. Duke folur për miqësitë mes burrave dhe grave, Melisa tha se, sipas saj, është e mundur që dy persona të sekseve të ndryshme të kundërt të jenë miq, por raste të tilla janë të rralla. Ajo shpreh se do të ndihej shqetësuar nëse bashkëshorti i saj do të kishte një shoqe shumë të afërt të seksit të kundërt. Sipas saj, e njëjta ndjenjë do të ekzistonte edhe nga ana e Jusufit nëse ajo do të kishte një mik shumë të afërt mashkull. Me këtë deklaratë, Melisa Asli Pamuk theksoi rëndësinë e besimit, respektit reciprok dhe vendosjes së kufive të qartë në një martesë, duke nxitur diskutime të shumta mes ndjekësve të saj në rrjetet sociale. Po ju, a mendoni se dy persona të sekseve të kundërta mund të jenë vetëm miq? Shkruani mendimin tuaj në komente. Një tjetër serial ambicios po bëhet gati të mbërrijë në ekranet turke. Bëhet fjalë për Jetët e të tjerëve. Produksioni më i ri i kompanisë Ayapim. Seriali është një adoptim i serialit të famshëm meksikan Ruby dhe pritet të jetë një nga projektet më të rëndësishme të sezonit të ri. Së fundmi, kasti të aktorëve i është bashkuar dhe aktoria e njohur Hazar Motan. Ajo u bë shumë e dashur për publikun, falë rolit të xhemres në serialin Kirgin Çiçekler, dhe tani është gati të rikthehet në ekran me një personazh krejtësisht të ri. Sipas raportimeve, Hazar Motan do të interpretojë personazhin e Semës, një nga figurat kryesore të historisë. Në serial, Sema do të jetë motra e madhe e Hyljës, personazh që do të interpretohet nga Eylül Lize Kandemir. Xhirimet e serialit pritet të nisin gjatë muajit korrik. Historia do të ndjek jetën e Hyljës, një vajzë që ëndërron të ketë jetën luksoze që shet tek të tjerët. Përpjekjet e saj për të ndjekur këtë ëndër do ta përballin me ngjarje të papritura dhe kthesa të forta, duke sjellë një histori plot dramë, emocione dhe surpriza. Me një kast premtues dhe një histori që ka fituar sukses ndërkombëtar, Jetët e të tjerëve pritet të jetë një nga serialet më të ndjekura të sezonit të ri. Lidhja mes aktorëve turq Devrim Ozgan dhe Deniz Can Aktash, e cila nisi në shesh xhirimin e serialit të tyre, tashmë është kthyer një nga historitë më të komentuara në botën e showbizit turk. Dyshja të cilët interpretuan një çift të dashuruar në serialin Underground, duket se kanë vazhduar romancën edhe jashtë kamerave. Së fundmi, ata u pan duke shijuar pushimet së bashku në Shtetet e Bashkuara, ku fotografuan duke ecur dorë për dore, duke konfirmuar kështu zërat për lidhjen e tyre. Ndërkohë, Devrim Ozgan u shfaq para mediave gjatë provës së leximit të filmit të ri, po ajo do të jetë pjesë e kastit. Gazetarët e uruan aktoren për marrëdhënien e saj me Deniz Can Aktash dhe e pyetën se kur kishte nisur romanca mes tyre. Megjithatë, Devrim zgjodhi të mos komentonte jetën e saj private. Ajo u përgjigj shkurt duke thënë: "Ne jemi këtu për filmin. Tani do të zhvillojmë provën e leximit. Unë jam këtu vetëm për filmin." Edhe pse nuk dha asnjë detaj për marrëdhënien e saj, përgjigjja e saj të roqi vëmendjen e mediave dhe fansave. Çifti vazhdon të jetë në qendër të interesit, ndërsa ndjekësit presin të shohin nëse ata do të bëjnë publike historinë e tyre të dashurisë në të ardhmen. Pas një mungese të gjatë nga ekranet, Fakhri Evçen është gati të rikthehet me një projekt të ri që ka ringjallur shumë interes. Aktoria e njohur është konfirmuar si protagonistja femër e serialit të ri Hamal, një produksion ku rolin kryesor dhe producentin e mban Oktay Kainaraca. Prej javësh në media turke qarkullonin spekulime se kush do të ishte partnerja e Oktayit në këtë serial. Tashmë pritjes i ka ardhur fundi, pasi është bërë ditur se rolit kryesor femër i është besuar Fakhri Evçen. Ky rikthim shënon një moment të rëndësishëm në karrierën e aktores, e cila prej vitesh ishte larg projekteve të mëdha televizive. Pas lindjes së dy djemve të saj, Fakhri e zgjodhi t'i përkushtohej familjes dhe u angazhua kryesisht në fusha publicitare, duke refuzuar oferta për seriale dhe filma me xhirime afatgjata.
Tani me pranimin e rolit në serialin Hamal, fansa do ta shohin sërish në një rol protagonist për krah Oktay Kajnaraçës. Projekti pritet të jetë një nga produksionet më të përfolura të sezonit të ri dhe ka krijuar pritshmëri të mëdha tek publiku. Mbetet për të parë se çfarë historie do të sjellë Hamal dhe si do të pritet rikthimi Fahri Evcen në ekranet televizive. Lajm i bukur nga bota e artistëve turq. Aktoria e njohur Buçe Buse Kahraman ka marrë një propozim romantik për martesë nga partneri i saj, biznesmeni Kan Akildis. Buse, e cila u bë shumë e famshme falë rolit të Pelinit në serialin Çapkeni i pasur, këtë herë është bërë kryefjala jo vetëm për karrierën e saj, por për jetën private. Pas një lidhje që zgjat prej kohësh, Kan vendosi të bëjë hapin e madh në një atmosferë tepër romantike buzdetit e dekoruar me qirinj të bardhë. Ai ul në gjunjë dhe i propozoi martesë aktores me një unas diamanti. Pa hezitim, Buçe Buse Kahraman i tha po, duke e bërë edhe më të veçantë këtë moment emocionues. Aktoria ndau me ndjekësit e saj në rrjetet sociale fotografi dhe pamje nga propozimi, të cilat morën mira pëlqime dhe urime në vetëm pak orë. Krahas postimit, ajo shkroi një mesazh romantik që preku fansat. Pralla ime e preferuar nuk është më si Rena e vogël. Me këtë fjali, aktoria la të kuptojë se historia e saj e dashurisë është bërë tashmë pralla më e bukur e jetës së saj. Ne i urojmë çiftit shumë lumturi dhe suksese në këtë kapitull të ri të jetës së tyre. Aktoria e njohur turke Berguzar Korel ka tërhequr sërish vëmendjen e publikut, kësaj radhe me transformimin e saj fizik dhe postimin më të fundit në rrjetet sociale. E martuar prej vitit 2009 me aktorin Halit Ergenç dhe nënë e 3 fëmijëve, Berguzar Korel zbuloi se ka humbur rreth 20 kg brenda 4 muajsh, duke habitur fansat me ndryshimin e saj të madh. Pas publikimit të fotografive me rroba banje blu, aktoria mori mira komente dhe pëlqime. Ndjekësit e komplimentuan për fizikun e saj në formë, si edhe për paraqitje natyrale dhe vetbesimin që shfaqe në fotografi. Përbalë pyetjeve të shumta nëse kishte përdorur injeksione për të humbur peshë, Berguzar Korel u përgjigj me sinqeritet. Ajo tha: "Nëse do të kisha humbur peshë me injeksione, nuk do të ishte puna e askujt. E kam menduar edhe këtë mundësi, por vuaja nga çrregullime serioze emocionali të ngrenit. Haja shumë dhe më vonë kuptova se problemi im ishte emocional." Aktoria tregoi se gjatë periudhës kur u bë nënë e 2 fëmijëve, kishte shtuar rreth 25 deri në 30 kg dhe se pesha ishte rikthyer disa herë. Sipas saj, arsyeja pse transformimi i saj të roqi kaq shumë vëmendje është kombinimi i një rutine intensive sportive dhe një regjim të rreptë ushqimor. Berguzar pranoi se procesi nuk ishte as pak i lehtë. Ajo tregoi se kishte momente kur ndjente uri të madhe, madje qante nga uria. Për një periudhë të gjatë, darkën e ante që në orën 15 dhe hoqi dorë pothuajse plotësisht nga jeta sociale për t'u përkushtuar objektivit të saj. Sot aktoria shfaqet më në formë se kurrë dhe vazhdon të marrë mbështetje e komplimente nga fansat e saj në rrjetet sociale. Një tjetër histori dashurie ka lindur në shoqërimet e një seriali turk. Aktorët Atkan Oskaya dhe Dilin Doger, të cilët u njohën gjatë xhirimeve të serialit Qyteti i Largët, tashmë janë zyrtarisht çift edhe në jetën reale. Në seriale Atkan Oskaya interpreton personazhin e Kajës, ndërsa Dilin Doger luan rolin e Zerin. Kimia e tyre në ekran u shndrua me kalimin e kohës në një histori të vërtet dashurie. Pak kohë më parë, Dilin Doger konfirmoi publikisht lidhjen e tyre duke thënë: "Me kalimin e kohës jeta na solli në një vend tjetër. Po, ne jemi bashkë, po duam ta jetojmë marrëdhënien tonë larg vëmendjes së publikut dhe ta mbajmë jetën private vetëm për veten tonë." Edhe pse në fillim zgjodhën ta mbanin larg romancën e tyre, së fundmi çifti ka nisur të ndajë me ndjekësit momente nga lidhja e tyre në rrjetet sociale. Me rastin e ditëlindjes së 28 të Atkan Oskaya, Dilin Doger publikoi një fotografi romantike të tyre dhe e shoqëroi me një dedikim që të roqi vëmendjen e fansave. Ajo shkroi: "Të dua shumë, zemra ime e ngrohtë." Postimi u prit me mira pëlqime dhe komente, ndërsa fansat e çiftit i uruan për dashurinë e tyre dhe i komplimentuan për harmoninë që shfaqin si në ekran ashtu edhe në jetën reale. Historia e Atkan Oskaya dhe Dilin Doger është një tjetër shembull si një bashkëpunim profesional mund të shndrohet në një histori të bukur dashurie.